po betohen që të punojnë për interes të popullit dhe Kosovës. Deputetët e legjislaturës së 4 në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës zgjodhen me shumicë votash Jakub Krasniqin kryetar të Kuvendit. E për nën kryetar u votuan Xhavit Haliti nga PDK-ja, Sabri Hamiti nga LDK-ja, Glauk Konjufca nga Vetvendosja, Petar Miletić nga Komuniteti Serb dhe Enis Kervan nga pakica tjera. Deputetët janë betuar një zëri se me përkushtim e nder do të kryejnë detyrën e tyre, do të përfaqësojnë dinjitetin e popullit dhe do të punojnë në interes të Kosovës. Disa prej tyre zgjodhen të vënë flamurin kombëtar para vetes për të betuar. 118 deputet sa ishin të pranishëm, u zotuan se të angazhohen për mbrojtjen dhe respektimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë, se do të angazhohen për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe integritetin e Kosovës. Në këtë seancë, me 90 vota për, Jakub Krasniqi është zgjedhur kryetar i Kuvendit, 17 votuan kundër, e 3 abstenuan. Me të marrë postin e kryetarit, Krasniqi është zotuar se do të kryejë detyrën e tij me përgjegjësi të plotë. Ai përmendi legjislaturën e kaluar ku sipas tij ka arritur të promovojë demokracinë dhe kulturën parlamentare. Koalicioni qeverisës kërkoi që të vazhdohet seanca konstituive dhe të zgjidhet presidenti dhe qeveria, por Krasniqi tha se për çështje shtesë duhet seancë e re, kështu vendosi kryesia e re e Kuvendit. Ai ka ftuar anëtarët e ri të kryesisë në mbledhjen e parë për të vendosur për seancë tjetër, në të cilën do të zgjedhet presidenti dhe kabineti i ri qeveritar, e me gjas se do të mbahet nesër. E deri atëherë nuk do të dihet se a do të merr vizën ky formacion i partive politike apo do të thellohet edhe më tej kriza, duke shkuar drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme nëse presidenti nuk merr votat e nevojshme.